Përshëndetje, sot po përgatis edhe një sushi tepër të shishme me domate të kuqe dhe speca të pjekur. Fillojmë, së pari na nevojiten domate të kuqe. Këtë lloj të domateve e kam marrë sot për të përgatitur recetën. Janë domate shumë të mira për shkak se përmbajnë pak fara edhe janë krejt dol. Përpos domateve, na duhen edhe speca djegës ose pa djegë, si të doni. Po në qoftë se janë pak djegës, ju bëhet turshia më e mirë, edhe specat siç mund ta vëreni i kam pjek, por veç pak. Në të gjitha anët nga pak, kështu. Pasi që i kemi gati tash, vazhdojmë e përgatisim recetën. Këtë recetë kam e përgatit në një kavanoz që i ka 2 litra e gjys. Vazhdojmë tani marrim domatet edhe i shpojmë. Domatet mund të shponi në disa vende. Se cilën domate e shponi. Kështu më le do të depërtoj edhe lëngu tek domatja. Pastaj të gjitha domatet i hedhim në kavanoz. Mundohuni që sa më shumë t'i renditni mirë domatet që të zënë vend, pra edhe të mbushet kavanozi me më shumë domate, mos na krijohen edhe shumë hapësirë. Pastaj, pasi kemi renditur një rend me domate, marrim specat. Specave ja largojmë bishtat. I prejmë kështu tek fara, pra te bishti, edhe i kontrollojmë nëse janë të prishur ose jo. Patjetër duhet i kontrolloni se cilin spec me thik. Do ta largoni pra bishten edhe pastaj drejt e në kavanoz. Specat e pjekur kësaj turshie do t'i japin një aromë pak të veçantë. Dhe çka është më rëndësi se këtë turshi kena me përgatit pa uthull. Bëhet tepër e mirë edhe ju qëndron gjatë gjithë dimrit, pa u prishur fare. Një rend domate, pastaj speca. Ndërmjet tyre pra, sërish domatet, sërish ndërmjet tyre do hedhim speca, edhe në fund do të shtojmë përbërësit për ta përgatitur turshien, kripën, sheqerin edhe ujin. I rendisim të gjitha mirë, duke i plotësuar hapësirat që janë kriju. Tash vazhdojmë edhe një rend me domate. Parapërsisht mund t'ju shkoj 1 kilogram e gjys domate, por i kam zgjedh unë kështu domate jo shumë të mëdha, pak më të vogla. Dhe tash kemi arritur në përfundim. Vazhdojmë shtojmë sheqer, 1 gotë të çajit. Pastaj e shtojna kripën dhe në fund do të hedhim ujë të vluar. Mos harroni ujin, ta vendoni që të vloj. Uji patjetër duhet me qenë i vluar që turshia mos të prishet. Në fakt lëngu mos t'ju prishet. Tash i hedhim edhe biber të zi kokra dhe vazhdojmë hedhim ujin e vluar. Kavanozin e mbushim plot me ujë. Pastaj e mbyllim me kapak mirë. Kapaku duhet të jetë patjetër i ri, që të krijohet vakumi më lehtë. Kapakun do ta shtrëngojmë fort, nëse dëshirojmë që turshin ta konsumojmë më herët. Pas një jave e keni gati. E në qoftë se doni me e rujt për dimër, atëherë do ta vendojmë në tenxhere, hedhim ujë, e lam që të vloj kështu për 5 deri në 10 minuta. Pra kavanozi e pastaj do të mbulojmë që kavanozi të vakumohet. Gjithmonë kapakët do i kontrolloni nëse janë vakumuar se jo, sepse nëse marrin ajër turshia mund t'ju prishet. Kjo ishte edhe receta e sotit. Shpresoj se ju ka pëlqyer. Mirëmbëjtje.